Pas reagimit të Bujar Osmanit në rrjetet sociale se ai nuk është të tërhequr, por rikalibruar, kanë reaguar nga koalicioni Vlen, nga ku BDI-n e quaj një kapitull të mbyllur nga shqiptarët, të cilët sipas tyre e dënuan me votë. BDI, AKI janë kapitull që shqiptarët e mbyllën me votë, mund të ndërtojnë fjalët, por jo fatin. Populli u amori oksigjenin politik dhe as rikalibrimi, as analizat nuk mund t'u akthejnë më jetën. Provuan t'i lexojnë zgjedhjet lokale si parlamentare, nuk kaloi. Tani të njëjtët njerëz që u mbytën duke gënjur me referendumin, po dalin sërish si të rilindur. Blerim Bexheti shpallet reform, ndërsa Bujar Osmani flet për rikalibrim, sikur shqiptarët të kenë haruar kush ishin ata që e kthyen shtetin në pronë të një klike. Kjo nuk është reform, është grimi politik i një partie të vdekur, thonë në një komunikat nga Vlen. Ndërkaq, pasi kaluan 3 javë ku ai humbi garën për komunën e Çajirit, ditë më parë Bujar Osmani reagoi për herë të parë në profilin e tij në Facebook, ku bëri të ditur se humbja për ta nuk është fund, por një moment reflektimi dhe riorientimi. Në mes tjerash ai shtoi se politika e shpërblen shpesh paraqitjen më shumë se sa ndershmërinë, por se për të leadershipi nuk matet me pozitën, por me qëndrimin.